Ministri i Mjedisit Fatmir Mediu ka akuzuar vendorët për dëmtimin e pyjeve dhe kullotave. Shumë kryetar komunash kanë kundërshtuar marrjen në administrim të pyjeve dhe kullotave, ndërsa disa vendorë të tjerë i kanë dëmtuar pasuritë kombëtare për biznese private. Në konferencë për kalimin e pyjeve dhe kullotave, kreu i Ministrisë së Mjedisit deklaroi se duhet që të realizohet transferimi sa më parë. Pyjet janë dhe pasuritë tona më të rëndësishme. Menaxhimi këtyre këto vite tranzicionit ekonomik, por edhe më parë ka pasur shumë probleme, të cilat lidhen në radhë parë me rrujtjen dhe mbashtrimin e pyjeve, mbrojtjen nga zjarri dhe prerjet e paligjshme, menaxhimin e qëndrueshëm këtyre dhe mbrojtjen e fondit pyjor nga degradimi. Ky proces dhe kjo reformë padyshim që ka pasur dhe vështirësitë e veta, pasi nga njëra anë ka të bëjë me procesin e transferimit dhe nga ana tjetër ka të bëjë me gatishmërinë, seriozitetin dhe aftësinë që kanë drejtuesit e vetë administrata vendore për të administruar të pasurinë me vlerat më dha ekonomike dhe mjedisore. Absurditeti më i madh është që pyet ngelen të askujt dhe të ngelen dorë të aty që fyllzojnë në paligjshme. Transferimi i pyjeve dhe kullotave drejt komunave në Shqipëri ka filluar në vitin 1996, bazuar në prioritetet e qeverisë për rritjen e decentralizimit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave. Por pavarësisht kësaj, ende shumë njësi vendore nuk i kanë marrë në administrim këto pasuri.